Përshëndetje, për pak ditë një sezon i ri Big Brother VIP dhe unë mezi po e pres dhe e di që nuk jam i vetmi. Përshëndetje, si jeni? Për pak ditë një sezon i ri Big Brother VIP. Unë mezi po e pres, juve? Edhe ne mezi e presim. Për pak ditë një sezon i ri Big Brother. Unë për vete mezi po e pres, juve? Edhe ne mezi po e presim. Qa bëjmë darkave neve, atë program shofim. Lidheni gjithë si familje. Të gjithë si familje. Po, E keni parë gjithmonë çdo vit? gjithmonë e kena po. Gjithmonë. Dhe prapë do e shohësh. Po ta shoh. Po mirë, një gjë të lezetshme gatuani juve për të parë Big Brotherin për ta shoqëruar? Morim ndaj gjanë që kejmë ndaj gjanë, ndaj biskot, ndaj gjanë që hajmë të rrim. Unë jetoj në Chicago me familjen time and I can't wait for Big Brother to start. Baba jem shumë e don me këqyr. Çdo sezon gati se kemi ndjekur. Edhe e bani ke Big Brotheri? Po. Po. Dhe e shikoni gjithë si shoqëri? Po mezi po presim. Mezi po e presim, Po. lidheni të gjithë si shoqëri për ta parë? Po, me raste. Po mirë, çfarë gjëra është blini zakonisht kur e shikoni? Tatina. Patjetër me zi presim. Mezi e presni, e shikoni gjithë si familje? Patjetër me ditën e shtunë orën 21 me zi po e presim Big Brotherin që të hapi së parë në saj. Blidhemi si shoqëri, marrim kokoshka, patetina, ulemi aty në divan dhe sofim bigun. E shikoni të gjithë si shoqëri, si familje? Gjithë, po. Tani, ditën e shtunë nis Big Brotheri. E ke parë, se ke parë të e shohësh? Po, do e ndjek, kam ndjekur dhe vitet e kaluara. Me si po e presim. Unë e ndjek gjithmonë. Gjithmonë? Gjithmonë. Po mblidhesh bashkë me bashortin me fëmijët e shikoni të gjithë? Jo, vetëm, se s'kam njëri tjetër, vetëm. Po, kam ndjekur. E ke ndjekur. Dhe shikosh dhe këtë sezon? Po, e kam parë dhe do ta ndjek përsëri. Përsëri, çdo të marrë dhe çdo të shtunë. Po. Të gjithë si familje e shikoni? Të gjithë. Normal, s'bet fjalë. Dhe shikosh prapë? Po, s'bet fjalë, normal. Sigurisht, si çdo vit. Si çdo vit. Nuk ka e shikon më shumë të Big Brotherin. Me familjarët. Familja apo me shoqërinë? Si vit me shoqëri, po përpara me familje. Dhe s'kishe si të ndodhte ndryshe, të gjithë mezi presin që të nisi Big Brotheri, kështu që edhe ju që po na shikonin, nxitoni të blini kokoshkat dhe patetinat. Jemi rikthyer në trotuar në pjesën e dytë, që me Fabio dhe me komentet e qytetarëve të Tiranës dhe e tha mirë Arionin, përveç kokoshkave, patetinave dhe abonimin e Digitalbit. Tani më është kthyer Darka e Bigut në shtëpinë. Darka e Bigut, pra event social, grumbullohen njerëzit me njëri tjetrin, me familjar, me shoqëri. Të gjithë merremi me Bigun, gjithë e komentojmë për mirë, për keq, e shajmë, thonë jo, format s'bën, jo bën. Një vit të ri ka pas shqiptari, tani ka çdo të martë. Të martë dhe të shtunë vit të ri. Po vit të ri se mblidhen me familje, të hamburg, ulemi aty, merremi me thashë teme. Ne jemi mbledhur tani sa të fillojë, pastaj s'kam, do ju bëjmë mbledhje të ftesat të mërkurave dhe të inteve, se ndryshe të martave e shoh unë që s'kam mendje njëri për të ardhur, se do jeni duke bërë komenta. Nëse rikthehemi pas tek eksperienca juaj, çfarë mbani mend si momenti më sprovues, Livia? Shumë shkurt. Më sprovues. Kur të akuzonin, Po, për Rozanën. normal, sepse më kanë akuzuar gjithmonë. Unë vazhdoj të them padrejtësisht. Por me ke flas, kush më kanë ndjek me vëmendje, di Isha shumë mirë. paterica e Rozanës. E kupton vërtet, ndeni. Ka shumë moment. Dramat që i kanë ndodhur Eglit. Momente emocionale të vështira të Eglit. Kelly? Dramat, ato ke pasur ti momentin më të vështirë, po ato ke pasur moment më të vështirë. Takimi. Rrethuar nga dramat. Takimi ato ke pasur. Me bashortën dhe djalin. Shumë Ke emocional. pasur momente shumë të vështira. brenda. Jo, nuk Vetëm është se kur të kam. bën impresion që pse s'po luam, Kur e ngacmonin nga një çik. Ku ngacmon luajun, po nuk është. Kelly do nuse në afër edhe di si është flak fare. Kemi Ke patur pasur në një shpinë e trotuar xhuxhave? këtu me partnerën në kran, Do futem me dihet gruan kështu. këtë ditë. Ashtu, dyshe duhet të bëjmë një Big Brother Edhe me çik njërin? tash vetëm sërish. Banori vetë, Da? si dy banor. Momenti më i vështirë? Kanë qenë debatet, Debatet. po, debate intensive dhe Si të ka ndryshuar ty në karakter Big Brotheri? Më ka ndihmuar sepse eksperiencë ime ishte shumë intensive, e shkurtër po shumë intensive. Më bëri të kuptoj pak a shumë edhe ekspozimi dhe isha në një fazë ku po mbyja një cikël të jetës time dhe më ndihmoi pak të shija veten nga jashtë, sepse isha gjithmonë në një lloj drejtimi dhe më dha ishte ajo sikur dola nga vetja dhe pash nga jashtë dhe më ndihmoi të rregulloja, të përmirësohesha, të vlerësoja dhe gjëra që
E ka edhe këtë efekt pjesëmarrja në Big Brother. Ne kemi ndërkohë një listë të emrave që qarkullojnë më së shumti online për personat që flitet se do të jenë pjesë e këtij sezoni. Konkurrentët: Kristi Lamaj, Hilda Kërtalli, Rene Refo. Hilda dhe Rene janë përfolur disa herë. Disa sezone rresht, po, nëse Rene do të kam jenë pjesë apo dëgjuar jo. vjet që do kishte dashur të ishte nëse oferta do të kishte ardhur që në fillim. Nuk e di nëse do jetë realisht. Rene ishte ftuar në radio dhe tha e mohoj, kështu që tha që jo, nuk do jetë. Vit Marbasha, Roberta Liaj Dragot, Angela Martini, Eugene Plovishti, Ardi Murataj, Sabina Mete, Ina Pashollari, Lore, këngëtarja Lorela, Valer Kolnikaj, Niki Deliorgji, Kleoniki Deliorgji dhe Jori Mersini. Ardit Murataj, Edi? Po, unë kam ikë të ngushtë Arditin, nuk po e them nëse do t'jetë apo jo, po që nëse futet do t'jetë shumë energjike dhe... Çfarë këshille do i jepje ti? Jo, nuk e... Çfarë këshille do i jepje ti para se të futet miku yt, nëse futet? Ja kam dhënë këshillat e mia. Po pse nëse s'futet? Nëse do t'futet. Po pse i ke dhënë këshilla nëse s'futet? Unë ja kam dhënë që ti ke. Unë po bëj analizën e gjërave që ti thua. Pra që ka diskutuar në shoqëri. Edhe i ka dhënë dhe këshilla. Po, ne kemi diskutuar që nëse futesh, ba parasysh. Unë jam astronaut, më jep ca këshilla. Atëherë ja, ta them unë. Çfarë këshillash do t'i jepje? Ti përgdhelesh egon shqiptarit mesatar, pak nacionalist, nëse je çun bë pak atë machon shqiptar, shumë testosteron, shumë ku di unë. Kaq mjafton. Kaq mjafton. Po lidhje romantike? Patjetër, lidhjet romantike ecin gjithmonë. Mendoj që nuk i del kurrë. Nga këto emrat këtu me kë mendon se do lidhej? Sa vjeç është Arditi njërë? Një llogarinë. Diku tek 24-5 vjeç, nuk jam shumë i sigurt, por me kë do lidhej? Po ti pse s'futesh vetë, strategjinë e ke të mirë. Po pra? Po i çedon tek pjesa e romancës. Interesant. Nuk e di me kë do bëj bashkë. Rene, Hilda, Angela Martini. Angela, besoj se përshtatet shumë. Ina Pashollari, Sabina, Lore, te Hilda. Mirë, Kristi do ja hajnë bajamet po fut. Si do duket lista? Pëlqen. Kush pëlqen më shumë? Ku di unë, Ina më pëlqen, Ina në njoh, besoj që përshtatet goxha shumë, për pjesën tjetër, Kleoniki po ashtu duket interesant. Roberti se di ç'a mund të Ina ka filluar i ka bërë ca mungese tani që vëre. Kështu që dini gjë ju? Aldor? S'është e sakt? Kush nuk është? Pas se them dot. Kush mungon? Pa ato janë pjesë të punës time. Këtë doje ti të ishte. Tani njëra nga këto më thuaj. Këtë doje ti të ishte. Pas keni tërë të informacion. Totalisht.